Mbrëmja të gjithëve të nderuar teleshikues të televizionit Rajonal 6+ Vlora, jemi si çdo të hënë së bashku në rubrika sportive. Normalisht edhe si javët e tjera do të ndajmë në dy pjesë, por sot kemi me të vërtet një studio të veçantë, pasi kemi ekipin e të rejave në volejboll për femra që sapo ka nisur kampionatin dhe që normalisht për herë të parë bëhet pjesë e studios tonë këtu në rubrika sportive. Unë do ta nis me njëherë me prezantimin përpara se të fillojmë dhe të diskutojmë së bashku për kampionatin që sapo ka nisur, por edhe për të tjera të reja, të cilat do na përcjellin vetë vajzat, por edhe trajneri i tyre, duke nisur fillimisht pikërisht me prezantimet. Shpëtim Abedini, trajneri i ekipit të volejbollit për të reja të Flamurtarit. Mirëmbrëma zoti Abedini. Mirëmbrëma. Dhe për të prezantuar tashmë edhe të pesta vajzat të cilat janë një pjesë e këtij ekipi, një pjesë e rëndësishme, duke filluar me Enegda Veizaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Debora Abedini, mirëmbrëma. Gersa Guci, apo jo, mirëmbrëma. Kevisa Zenelaj, mirëmbrëma, si dhe Iliana Guci, mirëmbrëma. Atëherë, është kënaqësi që jeni këtu në studio së bashku me ne në rubrika sportive. Zoti Abedini, po nis me ju, ndoshta edhe për të dhënë vajzave të marrin pak veten nga emocionet të çlirohet. Ka nisur. Unë doja ta nisja më njëherë me atë që ka startuar kampionati i të rejave në volejboll për femra përpara se të dalim në pyetjet e tjera. Si duket ky kampionat i cili ka një strukturë të re si vjet, ndryshe nga çfarë është zhvilluar vitet e tjera? E para ju falenderoj si televizion për pranin tonë këtu në studiot tuaja, pasi është ere parë që promovohet nga televizioni juaj ekipi jonë, një ekip relativisht i ri, i krijuar në janar të 2012-s, që risolli edhe njerë vajzat e volejbollit për femra që kishin të paktën me 20 ca vjetë që nuk ekzistonin më në qytetin e Vlorës për Flamurtarin, sepse një ekip volejbolli i femrash kishte në Vlorë, që përfaqësohesh me një logo tjetër. Duke marrë shkas nga pyetja që bët ju, mund të ju them që ndryshe nga vitet e tjera, ky kampionat është ndryshe, është më i gjatë, më i bukur, sepse nuk quhet më kampionat rajonal, ku ndaheshin në disa grupe me nga 3-4 skuadra, mjafton që të bëheshin 5-6 ndeshje dhe aty mbaronte kampionati. Kurse si vjetë është ndarë në 2 grupe të mëdhaja, ku ne, nëse mundet t'i them, jemi pjesë marrës me skuadrat nga më të mirat e Republikës. Këtë gjë e them pa modesti, e kam kërkuar vetë për të ndeshur me skuadrat më të mirat e Republikës. Sa është numri i ekipeve pjesëmarrëse që marrin si vjet në kampionat? Ju më thatë që vitet e shkuara ka qenë me ekipe ose me grupe rajonale, ndërsa si vjet me 4-5 skuadra ka qenë, si vjet janë 2 grupe të mëdha, ku secili grup ka nga 8 skuadra. Ne do luftojmë, do është si objektivi jonë dhe mendoj dhe besoj që ne do ta kalojmë të grup, sepse 3 skuadrat e parë të çdo grupi do dalin për të bërë finalet e këtij kampionati të rejave. Dhe përsëris edhe një herë, jo vetëm se kam besim të vajzat, po jemi në gjendje për ta kaluar grupin. Më thatë pak më parë dhe në bisedën që po zhvillonim bashkë që ky ekip është krijuar në janar të 2012-s. Do të nga dalë jemi tek 3 vitet e krijimit apo jo? Jo për nostalgji, po kur i kujtoj ato ditët e para, do të 14 janar e kemi krijuar, do të koincidence i bie edhe data 1. E kemi krijuar vetëm me 7 vajza. Kemi krijuar me 7 vajza dhe pothuajse të gjithë ishin mosbesues. Ndoshta na ndjekin me anë televizionit dhe ata mosbesues, por arriti koha që ajo ëndër e madhe u bë realitet. Atë po ndalem pak me vajzat duke nisur pikërisht me Nejdën. Atëherë ka nisur ky kampionat për ta vazhduar së bashku aty ku e la edhe profesor Abedini. Si ju duket kjo strukturë e re, domethënë kjo pjesëmarrje e re me 16 ekipe është më vështirë si? Normal që është e vështirë, po ne do ta kalojmë. Të sigurta? Po. Debora, cilat nga ekipet që marrin pjesë në grupin ku dhe ju bëni, ku janë 16 ekipe, mendoni që do të jenë rivalet tuaja për të synuar ato 3 vendet e para? Rivalet tona kryesore e para do jetë Tirana, e dyta mund të jetë Elbasani dhe Dinamo. Gersa? Rinjtë atë pyetje, domethënë ka nisur tashmë kampionati, si ju duket kjo strukturë e re ku keni më shumë ndeshje tashmë se sa vitet e shkuara dhe rivalet tuaja? Besoj se me servitin që ne bëjmë, mendoj se do jemi triumfatorit e paktën të zëvendin e 3 në këtë kampionat. Bravo. Do vazhdoj edhe me vajzat edhe me Kevisën atje, atë profesorin më tha që je një
nga pasuesit më të mira në ekip. Si të duket ky kampionat i sillshëm? Atë që tha profesori që janë pasusja më e mirë, nuk është se jam më e mirë, po me punën që ka bërë profesor shpëtimi Abedin me mua, kam dalë unë që t'jem më e mira. Jana, do në emocion. Mund të ndërhyj pak për Kevisën, sepse është dhe lojtari e ekipit kombëtar për moshat. Kemi dhe një vajzë tjetër, të më falin vajzët e tjera, po për vetë kushtet e studios, unë i përshëndes të gjitha që janë pjesë e ekipit flamurtarit për të reja. Do të një studio tjetër do të jenë tjera vajzë. Pa tjetër, jo, e thash për të ndërhyrë për Kevin dhe për një vajzë tjetër, për Klajdin, që i kemi 2 përfaqësuese të qytetit Vlorës që përfaqësojnë kombëtarin e Shqipërisë për moshat. Liana, si të duket ky kampionat? Kampionati ka filluar dhe duket shumë i bukur dhe tepër i gjatë, po që me kënaqësinë të arrim atë ku mundem. Zotja Abedin, si do të zhvillohet, domethënë çfarë periudhe ka nisur javën e kaluar? Këtë të diel. Ka filluar në datën 2 dhe do vazhdoj normalisht çdo javë. Çdo javë. Nuk dolëm mirë për mos përqendrim të vajzave ndeshjen e parë me Dinamo, ku humbëm 3-1, për hir të vërtetës. Si nga vajzat tha që është rivale kryesore. Është rivale, por mundësit ishin që ne duhet të fitonim. Vetëm përqendrimi paksa më i madh nga ana e vajzave do na sillte me triumf në Vlorë. Megjithatë, kampionati unë përsëris është tepër i gjatë dhe mendoj se 3 nga skuadrat që do dalin nga grupi jonë është Tirana, që është kampione aktuale e Shqipërisë, do jetë midis Dinamos dhe Elbasanit dhe pa mburje ne themi që do jemi patjetër pjesëmarrës në finalet e kampionatit të rejave. Atë nga grupi juaj do të dalin 3 skuadra. Dhe nga grupi tjetër i cili është i njëjta gjë është ndarë dhe ai grup ku përfshihen Skënderbeu, Imara, KS Vlora, Divjaka, janë 8 skuadra siç jemi dhe ne. Por unë përsëris prapë që grupi jonë është grupi më i fortë. Nuk ka patur në këtë ndarje zotja Abedini për sa i përket afërsive gjeografike të qyteteve apo jo, nuk është përzgjedhur kështu. Këtë kampionat absolutisht jo. Janë të ndara, për shembull, ne kemi Vllaznin, mbas ndeshjes me Partizanin, kemi 2 ndeshje jashtë transfer, kemi një me Vllaznin dhe një me Beslidjen. Beslidja është një ekip i ri, i krijuar tani ka nga një vit që është krijuar. Poshtërja është nga veriu në jug. Nuk ka ndarje rajonale. Si duket kjo ndarje i re? Fitoni më shumë eksperiencë dhe ju që luani me ekipe të tilla, duke marrë shkase nga vitet e shkuara ku ishte ndoshta luani më pak ndeshje? Po, është plus që është një eksperiencë, po edhe është një gjë e mirë për ne që mësojmë kulturën e sportit. Plus që njohim dhe shumë gjëra të ekipeve të tjera, dobësitë e tyre, të mirat që kanë ato dhe ne mësojmë më shumë. Dhe bro, keni luajtur me Dinamo, profesori tha që humbut me gjithë atë ishte thjesht një shpërqendrim i juaj. Si ju duka ajo ndeshje e parë kur? Në fakt na erdhi shumë i natë, pasi setin e parë fituam ne, dhe më pas në shpërqendrim jonë i madh, jo i vogël, ikoi gjithë loja. Megjithatë Dinamo është nga ato ekipe të cilat edhe ju vetë, po dhe profesori ju vetë thotë që do ta lini pas. Po. Ishte një ekip tepër i fortë sa dhe tifozat e Dinamos nuk mendonin se do na mundin aq lehtë. Ne patëm një shpërqendrim që s'do ta kishim patur, po besoj se në ndeshjet e tjera do arrim t'ia dalim. Mund të ndërhyj për t'i ardhur ndim vajzave. Unë ndjej që këto janë pak të stresuara sepse këtë ekip ne e mundëm në muajin maj në finalet e kampionatit me para të reja. E mundëm pas 2-0 u zon vendin e 3 në kampionat. Prandaj ndihem por këto harrojnë që Dinamo nuk ishte ai ekip që ne mundëm në muajin maj, pasi me të luajnë dhe 2 vajza që luajnë me ekipin e parë të Dinamos. Sepse për një urit ja u them që ka ndryruar struktura e kampionatit. Lejojnë që me ekipin e të rejave të luajnë dhe 2 vajza që kanë moshën, por që janë pjesëtare e ekipit parë. Prandaj këto e ndjejnë. Kjo është për herë të parë studie? Ka qenë dikur dhe u rikthye kjo me insistimin e shumë trajnerëve. Si të duk ndeshja me Dinamo? Ishte ndeshje shumë e fortë, por kishim ne shpërqendrimin ynë na çoi deri tek humbja. Do thotë diçka për Dinamo? Ekip shumë i mirë. Kishte shumë konkurrencë me njëra tjetrën, po që loja arritën ta ftojnë ato.
Zotja Redini, unë po lë këtë të Dinamos dhe po kthehem çik pas tek ajo që ju përmendët edhe pak më parë, pikërisht tek krijimi i voleybollit të femrave të reja dhe deri në ditët që jemi tashmë të merr pjesë në aktivitete të rëndësishme kombëtare. Çfarë ka arritur gjatë këtyre 2 vjetë e gjysmë, nëse mund të themi kështu, voleybollit të rejave për flamurtarin? Anita, edhim poshtë modestin, duhet jemi tepër të kënaqur për arritjet e këtij ekipi të ri, që thashë kryen vetëm me 7 vajza, dhe sot ka arritur që numri i tyre të jetë mbi 40. Nga pamundësia për të trajnuar këto vajza, e kemi ndarë në 2 grupe, në 2 orare të ndryshme. Në ekipin ton janë vajzat datëlindjes vetëm një kemi, të 1996-ës, e Nejdën, kurse vajzat e tjera janë nga 99-a deri te 2005-a. Imagjinoje çfarë rivaliteti, çfarë dëshire ka në Vlorë për të pruar vajzat, fëmijët e tyre në këtë sport të bukur të voleybollit. Duke qenë më afër pyetjes tuaj, duhet të them që jemi tepër të kënaqur me prezantimin ton, që në aparencën kur vajzat dalin në qytete që ridoli dhe një sikla e flamurtarit. U rikthye, por dhe prezenca e tyre është nga më të mirat në Republikë. Mund të them prapa modesti, është i vetmi ekip që prezantohet me uniformat më të mira, më të shtrenjta dhe më të bukura që ekzistojnë sot në kampionatin shqiptar. Kjo fal donacioneve, fal ndihmës tepër të vyer të miqve, atyre që adhurojnë këtë sport, ose më shkurt që e dashurojnë këtë sport. Sepse për të dashur voleybollin nuk është thjesht që unë jam voleybolliste, po nuk e dashurove këtë sport, nuk e për të bërë kur voleybollist. Edhe profesor, unë po i pyes edhe nga njerë vajzat edhe për të futur çik më shumë në temë. Për sa vite shkesh merresh me voleybollin? Ke nisur që në fillim me profesorin që në hapet e para? Atëherë unë kam 2 vjetë. Në fillim e kam nisur voleybollin si kështu, hajtë se isha e vogël dhe të merresha me diçka. Pastaj më hyri një shef edhe fillova që të aktivizohesha, edhe profesori na fut, domethënë që në fillim më futi në një ndeshje të parë, edhe e mora me shumë shef. Pastaj fillova edhe më bë si profesion tani që dua të shkoj. Domethënë do të vazhdosh të jesh pjesë e voleybollit të femrave në Vlorë, të paktën edhe më vonë kur të jesh me të rriturat? Po, shpresoj që po. Enida ka qenë pjesëtare e ekipit të rriturave, ka qenë nga liberat më të mira që kemi patur ne në Vlorë, sepse jo të gjitha i thonë to se ngecin pak. Tek modestia. Jo te modestia, po nuk janë mësuar të flasin shumë, se më shumë flasin lojsa në për studio, po kemi nga liberat më të mira. Debora, edhe ti për sa vite shkej që merresh me? Unë kam shikur hap 3 vjetë. E biles atëherë përpiqeshim bashkë me profesorin që të gjenim sa më shumë vajzat, pastaj gjetëm ca vajza në për shkolla që erdhën. Atëherë bëm 20 vajza në listë, do vinin po vetëm 7 erdhën në fillim. Çfarë ka ndryshuar nga ato? Megjithatë, më parë që trajneri i parë i Deborës nuk jam unë. Po, kam qenë tek KS Vlora 2-3 muaj me profesor Gënstaku. Çfarë ka ndryshuar që atëherë deri tashmë kur shohim që ka më shumë masivitet? Më shumë vajzat, më shumë është mbështetja, është grinda e lojës, si është bërë akoma më shumë, domethënë. Të gjitha vajzat e kanë dëshirë. Të duket sikur tashmë ka atëherë ju i kërkonit me që je pjesë e fillimit ndërsa tashmë vin vetë. Ka vajza, ka masivitet apo? Biles disa është e pamundur që të vazhdojnë se vitjen, se vin poshtë 2006, të cilat nuk të luajnë dot. Gjesa ti sa kohë ke që merresh me volejboll? Edhe unë afërsisht 2 vjet që merrem me volejboll. Ke nisur edhe ti në hapat e para atë kur qenë? Jo në hapat e para, po pas disa muajsh. Tashmë mbas 2 vitesh si të duket? Është shumë sport i bukur, e adhuroj dhe prandaj merrem me të. Dhe ju bëj thirrje vajzave që pëlqejnë të vinë dhe të stërviten. Do vazhdosh apo ti je pjesë e volejbollit? Do vazhdoj. Dëshira është të mbetesh tek flamurtari apo ndoshta si dihet më vonë? Po, dëshira është të mbetem me flamurtari. Edhe unë vë ndale me qik me Kevisën se këso goca të porim qik si në të mundra duke. Ka më shpuzet ty. Janë në shpuzet në fush. Në fush. Edhe Kevisa ti kur e ka nisur leti sport? Unë jam ndër vajzat e para që ka nisur ekipin e volejbollit të para të reja. Dhe është një ndryshim i madh të shohësh gati 3 vjet të shohë aq shumë pak vajza, një grind shumë e pak.
e të shkosh tani të vish në palestër është ndryshim tepër i madh. Çfarë ka ndryshuar nga atëherë kur luanit ose kur bënit ndeshje krahasuar me tashmë? Me kohën tani. Sa edhe një janë vajzat ato, është grinta, është... Ta themu ndryshimin më të madh. Po. Ndryshimin më të madh e ka bërë ai sepse në fillim ishte, domethënë të orientoi në kuptimin që i bërtiste kësaj vajze dhe ndalonte i bërtiste tjetrës. Nëse tani ka marrë shqetësinë edhe të shpërmi i qetë në lojë domethënë. Iliana, ti dukesh si më e vogla më duket, ë? Profesor? Një mosh jam, 99-ta. A dhe ti kur e ke nisur? Unë kam 5 vjetë, po ka qenë një periudhë 2 vjeçar që unë kam qenë jashtë shtetit, po kam qenë tepër e vogël, edhe s'kisha voleybolli për mua nuk ishte këtë tim që ka tani. Si të duket tashmë ekipi merr pjesë në kampionate, luftoni për të zënë vëndin deri, keni marrë dhe trofe me çanta presori apo jo? Si duket tash? Çfarë ndryshimi ka krahasuar me atëre? Është një ndryshim shumë i madh se eksperienca jonë është rritur akoma më shumë, na ka bërë më të forta që të vazhdojmë akoma më shumë që të marrim dhe trofe të tjera. Ka vajza dhe që pyesin ju që jeni pjesë e ekipit për të bërë pjesë e volejbollit, për të bërë pjesë e sportit të volejbollit në Vlorë. Ka vajza që ju pyesin duke ju parë juve që luani? Po. Ka. Që vinë edhe aty tek palestra apo. Shoqë që ju njohin juve ju pyesin për volejbollin? Po. Që të bëhen pjesë? Shumë. Profesor, i gasmuan çik vajzat edhe për të hequr edhe pak më shumë emocione, por normalisht edhe për të folur ato. Paktën nga biseda që zhvilluam, vajzat më thanë që ju nuk më thatë që pashë. Në këto 2 vjet ne kemi fituar edhe trofe. Në momenti që kemi filluar deri tani, ne kemi marrë vendin e 3 përpara të reja. Vetëm një hap na ndau nga titulli në kampion. Finalet që u zhvilluan në Durrës. Mbas një muaji kemi marrë kupën si kampioni i Shqipërisë për U14. Kanë qenë ndonjë këto vajza? 4 vajzat, të 4-ta. Pa keni medalje? Bora, Gersa, Iliana edhe Kevi, të 4-ta kanë qenë ngritëse të trofeut, që edhe për herë të parë, duke pyetur dhe më të vjetrit e voleybollit në Vlorë, mora vesh që është titulli i parë që vjen për moshat në Vlorë. Pasi dihet që trofeti ka prur vetëm ekipi i parë i voleybollit femrave në një kupë republike dhe një kampionat. Mund do të quaj arritje trofet dhe ardhur ndoshta duke treguar që me që janë këto vajza të cilat e kanë ngritur një trofe, do dëshirojnë që 2 trofe. 2 trofe, më fal. Sepse një e morën në Kosovë në muajin gusht me një aktivitet që u krijua nga Federata e Kosovës për voleybollit, me rastin e të dëshmorëve e kanë datën 1 shtator, edhe aty u kurorzuan me trofe. Ka pasur aktivitete tjera ndërkombëtare në cilat kemi marrë pjesë ose në shtetet Qine? Kemi patur oferta në Hungari, kemi patur dhe në Itali, por për ishtë vërtetës për pamundësit tona financiare nuk mundet të venim atje, por me afrimin e këtij sponsorit të ri, që është shumë dashamirës, se këshim dhe dje në Tiranë, që mundet për emrin Fred Eminaj, që ka një nga bizneset më të mëdha në Vlorë, është shumë dashamirës dhe në ka hapur dritën jeshile për ta fuqizuar ekipin, që nga baza materiale për çdo aksesor të mundshëm për këtë ekip. Debora, ke ngritur një trofe, nuk e nisa me më falur, po nis me Debora me që e ke ngritur një trofe. Do të thotë që ngritja një trofeu të shtojmë tepër dëshirën që të ardhmen. Po pse jo, edhe këtë vit marrësh kampionatin. Të fitosh akoma më shumë trofe. Pa dyshim. Sepse lufton me gjithë forcën për ta marrë atë trofe dhe kur e merr është një çlirim shumë i madh. Dhe në atë moment mendoj që dua të ngre të tjerë si ky. Do ta synoni këtë vit? Po. Profesor, përveç kampionatit ku merrni pjesë, ka dhe ndonjë aktivitet tjetër gjatë kësaj periudhe kur zhvillohet kampionati që mund të synojnë tjerë trofe ku për Shqipëria apo nuk zhvillohet? Për të reja nuk ka aktivitete të tilla, po me mbarimin e fazës parë fillon me një kampionat i parë të rejave, ku ne do luftojmë për të marrë titullin kampion. Bravo. Do luftojmë ose në 3 vendet e nderit, kurse për U14 do jemi mbajtësit e titullit kampion. Në ida të në kampionati ku merr pjesë tashmë nga Murtari në këtë vjeçarve. Çfarë do synoni realisht? Çfarë dëshironi realisht që të merrni?
Atër normal... E para dilin nga grupi nuk diskutohet, flasë për më tej. Fitoria, si për gjithë, është normale. Thjesht ne duhet shtojmë forcat që të mundim Tiranën edhe Elbasanin që janë për ne, i konsiderojmë të fortë, dëmë thënë si ne, po që këtë duam, që të fitojmë. I ka mundësit kjo skuadrë që të arri këto objektiva? Ne i kemi mundësit, pavarësisht se edhe me Dinamon ishte shpërqendrimi jonë që humbëm. Besojmë se me të tjerët do jemi më të përqendruar dhe do jemi me atë mendimin që do fitojmë. Gjesa, si duket? Cila do jenë objektiva tuaja këtë sezon? Fitoria. Pa dyshim që për të tëra ne për atë lozim, të gjitha, për të njëjtin pasion. Edhe nëse ne arrim që të fitojmë, është ndër realizuar. Ndeshjen e parë keni luajtur me Dinamo, të dytën e keni këtë të diel me Partizanin në Vlorë apo jo? Si duket Partizani si rival? Paktën nga ato që keni parë apo që keni dëgjuar? Dhe Partizani është një ekip i fortë, po ne do japim maksimumin që të arrim të marrim një fitore. Do fitoni me Partizan apo jo? Besoj se po. Atëherë po vazhdojmë në fazën tjetër me Kevisën. Objektivi po thonë vajzat që është të fitohet trofe si vjedh apo të arritën vendin deri. Mendoni se është e arritshëm për këtë ekip të flamurtarit? Pavarësisht se ne humbëm me Dinamon, që e thamë që ishte shpërqendrimi joni, do mbledhin forcat si ekip, se me mbështetjen e njëra tjetrës ne mund të arrijm fitoren, edhe është më se e sigurt fitoria për ne. Me Partizanin e keni të dielën. Si ju duket kjo ndeshje? Vini mbas asaj humbje me Dinamo, normalisht synimi vetëm është fitoria apo jo? Me humbje edhe me jemi rikthyer pas humbjes, jemi rikthyer me një fuqi shumë të plotë për ta mundur Partizanin dhe të ecur përpara. Liana, si të duket ndeshja me Partizanin? Ndeshja me Partizan, ato... Si doli Partizani jam në kaloj? Partizani kishte fituar me Vllaznin, po Vllaznia është ekip më i dobët se flamurtari. Sipas të dhënave që kemi marrë. Iliana ka më thoshte si doli Partizani, ato shpërqendrime që ne kishim do t'i kthejmë në një mbështetje me njëra tjetrën, do bashkojmë forcat tona që të arrijmë fitoren me Partizanin. Është Partizani një nga ekipet që mund të rivalizoj bashkë me ju apo me ekipet e tjera për të zënë një nga 3 vendet e para, e mendoni të tillë? Po, besoj se. Gjithsesi, do ta kalojmë të tillë apo? Po. Edhe profesor, ju thatë që janë shpuz në fush, po më duken se edhe në folur nuk u i kaluan ato emocionet e para pezat, apo jo? Patjetër. Ju jeni të ftuar ditën e diel në orën 14 që t'i shikoni në Pallatin e Sportit, apo jo? Në Pallatin e Sportit flamurtarit. Këta është të vajzave të shikoni reagim. Aktualisht ju ku i zhvilloni stërvitjet profesor dhe cilat janë kushtet cilat zhvilloni stërvitjet? Ne i zhvillojmë në palestrat e klubit flamurtari, klubit shumë sportës. Janë 2 palestra ku stërviten ekipet e lojrave me dorë. Në mënyrë veçantë tot voleybolli. Pas basketbolli i bën në Pallatin e Sportit. Si janë kushtet në stërvitjen cilat ju i zhvilloni seancat e përditshme? Për ekipin janë të mira të mjaftueshme për ekipin që drejtoj, ne nuk na mungon absolutisht asnjë aksesor stërvitje. I kemi të gjitha. Kjo edhe njëherë përsëris fal ndihmës bujare të shumë donatorë. Unë duhet të ndarem tek ndeshja me Partizanin që do të luani të dielën. Edhe vajzat i gasmova nga një çik për të folur për takim, por doja në syrin tuaj, me që ndoshta edhe e keni vëzhguar çik më shumë të kundërshtar. Tani, me ekipin e Partizanit nuk kam ndonjë të madhe, po sipas pyetjeve që kam bërë me disa trajnerë që janë ndeshur me këtë ekip, mendoj që nuk është në nivelin e Dinamos. Kjo nuk do të thotë që të vijnë në gjumë vajzat, sepse asgjë nuk është mirë, nuk ka më emra sot, as Partizani, as Dinamo, as Flamurtari, sot ka shpirt. Sot fiton dhe një skuadër që nuk ta pret mendja. Mendoj se duhet ja dalin vajzat, absolutisht me eufori, por duke parë nivelin e vetë lojtareve dhe nga një ndeshje që kam bërë më parë me 14 vjeçaret, mendoj se duhet ja dalim. Kjo të jetë rruga drejt daljes së 3 ekipeve më të mira në grup. Atëherë, unë po u bëj nga një pyetje vajzave, jeni për të parë në studio, normalisht është kënaqësi dhe për ne, por natyrisht edhe për ju.
Dua të di, thjesht do të luani të dielën me Partizani. Mendoni që nuk do të përsëritet më ajo humbja me Dinamo? Po. Nuk do të përsëritet më dhe ne do fitojmë. Nuk do shpërqendrohemi mos si bë me Dinamo. Edhe do japim forca shumë edhe do fitojmë. Asnjë set Partizanit, ë? Si? Do fitoj. Asnjë set Partizanit, ë? Po, asnjë set. Debora, nëse një të pyetje që drejtove dhe shoqërisë tuaj, Partizanin do luajmë më fort se luajtë me Dinamon. Pasi jemi të motivuar akoma më shumë. Jeca? Besoj Asnjë se set, do ë? fitojmë. Asnjë set. S'bëhet fjalë. Asnjë set, 3-0. Dëgjoj se do vim dhe E rëndësishme është të marrë po më një set e ikëm. rëndësishme është të marrë 3 pikë, 3-0 ose 3-1. Do bëjmë tifo. Patjetër. Atëherë, Kevisa? Do fitojmë. Nuk thua asnjë set Partizani. Do fitojmë thjesht. Po të duan e ne, mund t'ja lëndojmë set. Vetëm po e la ty? Po e lam ne. Jana? Nëse ke folë më pak. Asnjë set. Asnjë set. Asnjë. Bravo. Nuk Do një tolerojmë set, asnjë. ne do vim të shikojmë. Humbët një set ikëm. Çu po e la? Profesor, gjithka të fundit për të shtuar përpara se ta mbyllim të bisedë të këndshme që shkuar të bashkë. Vazhdojmë kështu siç e kemi nisur. Kampionatin pavarësisht humbjes, lozim atë grind, të ruajmë vetëm pak qetësinë, mendoj dhe besoj se do t'ja dalim. Edhe unë ju falenderoj që ishit të pranishëm në rubrika sportive, këtu në televizionin Rana 6.1 Vlora. Falenderoj profesor, falenderoj dhe gjitha vajzave që zhvilluam të bisedë të këndshme dhe ju uroj suksese në kampionatin e të rejave në volejboll për femra dhe normalisht edhe në trofe. Suksese! Faleminderit. Si gjithmonë rubrika sportive do të jetë pranë jush. Ne do të takohemi sërish të hënën tjetër, sërish së bashku në mbrëmje për diskutuar sërish me aktivitetet sportive me të tjerë të ftuar. Shihemi të në ardhshme.